Në kur themi vitin e 8 Hijri, do me thonë, çlirimi i Mekës ka ndodhur 8 vjet mbasi pejgamberi alayhis salam u shpërngul prej Mekës në Medinë. Prandaj themi në vitin e 8 Hijri, që ta kuptoni pse përmendi vitin e 8 Hijri. Do me thonë, Muhamedit alayhis salam ju deshtën vetëm 8 vjet që të bëj një shtet të fortë, edhe i cili shkoi apo kishte shkuar në Medinë vetëm me Ebu Bekrin edhe me disa sahabë të dobët që kishin lënë gjithçka, pasurie, malle, fusha, e deve, e dhen, e lope, bagëti, çdo gjë kishin lënë në Mekë, kishin shkuar në Medinë me duar tha dhe me teshat e trupit. Këto njerëz që shkuan vetëm me teshat e trupit në Medinë mbas 8 vjetëve u organizuan që të çlirojnë Mekën. Mund ta imagjinoni çfarë burrash ka pas ky umet para 1400 vjetëve, edhe çfarë burrash ka ky umet që u mungon edhe boja, edhe uja, edhe rroja, edhe aja u mungon krejt, të cilët 400 milion nuk mund të ndihmojnë 2 milion banor të Gazës. Para mendoni, a mund të imagjinoni? 400 milion nuk mund të ndihmojnë 2 milion banor. O dashur vëllezër, Allahu na ruaj gjithëve mos na ndodh diçka e keqe, edhe mos presëm kur prej atyre asgjë hiç, asnjëherë. Për momentin kështu si janë asnjëherë. Ndoshta Allahu i zaventson këto me popull të tjerë, me njerëz të tjerë, me besimtarë të tjerë, me më të mirë, me më të fortë, më të dinjitetshëm, në më nder, atëherë presëm ndonjë